Për 17% ka shënuar rritje konsumi energjisë elektrike në tetor të këtij viti, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, derisa konsumi shënoi rritje, gjatë tetorit pati rënje të prodhimit të energjisë nga thëngjilli. Gjatë muajit tetor të vitit 2025, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 616.000 MW për orë, kurse konsumi i energjisë elektrike ishte 458.000 MW për orë, apo 16.96% më i madh krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Prodhimi i thëngjillit për muajin tetor 2025 ishte 616.000 tonë, që paraqet një rënje prej minus 14.77% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Tetori u përcoll edhe me rritje të importit të energjisë elektrike për rreth 19%, derisa në muajin e njëjtë të vitit të shkuar u importuan 254.414 MW për orë. Në tetorin e sivjetshëm, importi i rrymës ishte 302.762 MW në orë. Por të dhënat të tjera janë të paraqitura në bilancin vjetor të energjisë elektrike për 2025, që është publikuar këto ditë nga zyra e rregullatorit për energji pas vonesës disa mujore në miratim. Derisa të dhënat e ASK-s tregojnë se prodhimi nga termocentralet gjatë tetorit ishte 503 GW në orë, në bilancin e energjisë thuhet se ajo ishte 435 GW në orë. E tek importi janë paraqitur shifra më të ulta krahasuar me të dhënat e ASK-s. Aty thuhet se gjatë tetorit importi i energjisë ishte 86.741 MW për orë. Bilanci përmend trepçën, shartësimin, feroniklin dhe mihjet, por nuk flet për shpenzimet e kompanive që kanë dalë në treg të lirë të energjisë. Mes akuzave për rritje të importit e rënje të prodhimit, Ministrja në Detyre e Ekonomisë Artane Rizvanolli foli për punën në modernizimin e termocentraleve. Ajo tha se punët në bllokun B2 kanë përfunduar dhe se vitin e ardhshëm e njëjta do të bëhet edhe në bllokun B1, ndërsa do të ketë rehabilitim edhe të njësive të termocentralit Kosova A. Njësitë e termocentralit Kosova A po rehabilitohen thellësisht. Kapaciteti do të rritet për rreth 60%, jetë gjatësia për 20 vite, orët e punës për 40%, ndërsa ndotja do të ulet për 25%. Në garë për ta realizuar këtë projekt janë 3 konsorciume me kompani nga Korea e Jugut, Turqia, India dhe Kosova. KOA ka raportuar se rritja e ndjeshme e importit të energjisë elektrike dhe rënja e prodhimit vendor kanë shtuar pasigurinë në sektorin energjetik dhe kanë hapur debatin për mundësinë e rritjes së tarifave.